O Ilir, Vrenozi, më thanë se më kështë kërkuar, kështu dëgjova në rrjetet sociale, më thanë ca miq, më kështë kërkuar për kafe. Unë nuk pi kafe me ty, dhe them sinqerisht, sepse nuk na ka vdekur askush, as ty, as mua, shqyr Zotit. E do ham vdek. Kështu që je i ftuar kur të duash, më shkruaj në inbox, si të duash, të bëj vllai të përgatis një drek, sepse gatuaj edhe vet, për qef, opozitar, por vlezër, mendoj unë. Si mendon ti? Ne nga Salaria i shtrojmë, i respektojmë miqt, madje më tepër respektojmë armiqt. Kështu që me që jemi armiq politik bashk, të pres kur të duash dhe si të duash. Nëse s'ke mundësi për të ardhur, dërgoj unë makinë për të marrë. Të ham një drek për qefin ton, ti dhe unë. Edhe të ngushëllojmë njëri tjetrin. Unë që mora shumë mandate, dhe ti që s'more ato mandate që të duheshin. Të dy jemi në hall. Edhe unë që mora shumë, edhe ti që s'more dot ato që duheshin. Të presi Vrenozi për drek, ose dark, zgjidhe ti, si të kesh qef. Respektin do e kesh në maksimum. Hajde tung.